Po e marrim cilin vend, qoftë në rajon, qoftë në Evropën perëndimore, asnjëni nuk e përjashton, nuk e shkarkon, nuk e trajton parlamentin e shkarkuar deri sa të formohet qeveria e re. Pse po e them këtë? Nuk po e them se duhet me rujt rrogat ose duhet. Por këtë krizë të madhe që jemi të e përjetu në nivel global, që ka rrezik, që jemi para rreziqeve të mëdha të shpërndarjes së luftave edhe në vende tjera, ose të ndërprerjes së kësaj situate. Por në qoftë se s'ka parlament, kush do të autorizoj presidentin mas pari me shpall gjenën e luftës? Kush do ta miratoj gjenën e luftës? Kush do ta miratoj buxhetin e luftës? Ose, nëse ka, po them tërmet, po themi. Fatkeqësi natyrore, po. Kush do ta miratoj buxhetin për me sanu tërmetin? Pra, në vendet serioze e japin mandat parlamentit deri ditën që themelohet parlamenti tjetër. Ju i keni pa këto tunelet që po i quajmë nëntoksore për mbrojtjen e udhëheqjes së vane. Nuk bëhen me mbrojt një individ, por bëhen me funksionu shteti. Dhe shteti futet në strejmore, po i kom pa edhe në Shqipëri edhe në televizion i kom pa në shumë vende. Pra, ku është shefi i shtetit, është edhe parlamenti, i cili nxjerr vendime, s'është me rëndësi, është diktatur dhe duhet me vendos çka të thot i pari, sekretari i parë që ka qenë në Shqipëri, ose kryeministë. Por duhet me i certifikuar. Po kushtetutën e keni bërë kështu? Kushtetutën e keni bërë si tillë? Po tani kushtetuta është e tillë. Nuk është Bibël as Kur'an, por kushtetuta duhet ose më mirë kish me qenë gjykata kushtetuese me vendos për këtë çështje në këtë variant, se sa me u marrë me do çështje të cilat bën me zgjedh edhe deputet, 70 deputet. Nëse ajo e lejon me 61 deputet, atëherë le të zgjedhet me 61 deputet. Duhet me rregullu këto. Tragjedia jonë tani është për këtë çështje, është sepse ne për me ndryshu kushtetutën duhet me pas 2/3 e votave në parlament, duke përfshirë 2/3, që është votimi dyfisht, e pakicave. Qofse si kemi të garantuar me këtu, dhe në këtë situatë që i kemi, bile nuk as që mendohet që mund të votoj lista sërbska, qofse dojmë ndryshu nenët kushtetutës për nevojat tjera, atëherë duhet me pasë çfarë të bëjmë. Por puna e parë është që atë vendosim me shku në zgjedhje, kush e merr vendimin me shku në zgjedhje, dhe cili do t'jetë derivati ose produkti politik i kuvendit tashëm, s'po themi qeverisë ardhshme, në zgjedhjet e ardhshme që mund të organizohen diku në kaqërshori. Unë mendoj që është e vështirë, deri sot që unë kam pas informata, po mendoj që ne do të shkojmë zgjedhje. S'po them kush është fajtor, kush është për, kush është në politik, dikuj duhet t'ja drejtoni kishtin. Kush më fajnë? Të gjithë, apo? Fajnë e ka Albini, nuk e ka dikush tjetër. Sepse Albini prap po vazhdon me u sjell si person i cili e ka drejtën me iftu me bisedu, por nuk e di unë çfarë ju qëtë për para. Apo veç me bisedu, hajde, a keni ndaj kandidat.
edhe sa me u deklaru që unë që po përpiqem. Ai ka shumicën e votave, ai duhet të spari, e kam thënë më herë, ai duhet të deklarohet mënoj publikisht që nuk jam interesuar që presidenti të jetë nga VV-ja. Kjo. Tani tulen bashkë. A duan një figurë që vjen jashtë politikës apo në politikë? Në qoftë se dojnë jashtë politikës, a e të përcaktohen me dikën, një figurë që vjen, që është dikush që të mos përmeni emna dhe institucione. Qoftë se duam nga politika, a dhe të shojmë si. Çka është ma normale. Edhe ma normale do të ishte nga politika, me qenë kandidati që e propozon PDK, por që e pranojnë gjithë. Tani PDK-ja prapë po them, në qoftë se i jepet mundësia ashtu, e ka mundësi me propozu. Po jo me i thonë a i qitë një emnën. Jo, qitë një emnën, edhe pastaj na po bëjmë shaka me ata emnat e ju. Po i qesim votim, edhe që nuk voton VV-ja për emnat e famshëm që i qetë PDK-ja, që ndohë pastaj? Shkarku ata, duhet me nxjerrë do emna tjerë. Jeni në lojën e Kurtit aktualisht duke ndjekë? Jo, nuk jemi në lojën e Kurtit, na jemi në situatë që Kurti ka fuqinë politike që të bëjë lojën e tij. Na nuk mujmë me ndryshu kursin e Kurtit. Kurti mundet me ndryshu kursin e vetë. E ka edhe një mundësi tjetër, nuk ja di planet ati, nuk kam nëjë komunikim personal me te. Por ai mund ketë edhe nëjë projekt tjetër, që ta fusë në njënën nga partit në koalicion, diçka mund të levizaj, po deshi Kurti e bën zgjidhjen. Sepse partit janë të... Për ju, a don apo nuk don Albin Kurti me bak të zgjidhje? Për ju si e lexoni? Nuk jeni gjatë politikë. Disa veprime të qojnë të rritë një konstatim, të një bilancë. Nuk e di çfarë don Kurti, sepse unë nuk du të flasë si Nostradamus, por Kurti deri tash ka vepru me partit politike në mënyrën që të mos ketë marrëveshje dhe të fajsoj partit politike që s'podojnë me zgjedh presidentin. Kjo është filozofia zotit Kurti, edhe publikisht, po akuzon edhe PDK-n, edhe LDK-n, edhe AK-n, po them, po i akuzon të gjithë që s'janë të interesuar me zgjedh presidentin dhe këta janë fajtor pse Kosova ka mbet pa institucione edhe një vjet, që kaloj pa një vjet e sa, edhe tani që jemi pa president dhe ekziston mundësia me shku në zgjedhje të reja prap Kosova, faj është i Kurtit. Por, nalemi pak, menojmë për situatën që është rreth nesh. Nuk e mendon askush atë? A e kemi luksin neve me shku tash mi prit edhe një 6 muaj ditë, deri sa afati zgjedhjeve të jashtëzakonshme për 45 ditë, mas 45 ditë edhe një 2-3 muaj ankesa, që ankesa, u vodhen votat, s'u vodhen votat, votun, s'votun. Krejt këto dhe pastaj, negociatat me bo qeverin, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, jo më bo qeveria e zbot, pastaj tek me fillu apo zgjedhin presidentin ajo. Kështu që për shembull Italia ka shku, ka ndodhur 3-4 herë ka pas zgjedhje mbrana vitit, dikur, tash jo, është stabilizuar. Klasimi në Itali duket pak i pavarur për zhvillimin e demokracisë të shtetit që... Edhe ky është, çdo psim është mësim. Neve nuk kemi trashëgu demokracinë, ne kemi hyrë në demokracinë këtë variant. Dhe tani duhet me pa
jo me bark që dua ta them me diskutu. Duhet me diskutu me tru, me men, me ditë ku kemi qenë, cili është procesi dhe i sot, sa ka qenë unë miku e Oleksi që i kanë vendosë këto, a i si oja që kanë morë vendimen, nuk kemi me pas vrastin atila. Janë zjedhë presidenti u zjedhë. Tash e kemi morë vetë. Tash e kemi natët matë më dha, kemi do farë shtu zhvillime çuditshme, por është mirë me i zjedhë vetë problemet. Mos me ndërhy dikush. Jemi mësu për shembull kaluar, tha ambasadori X, tha ambasadori Amerikës, i Anglisë, i Gjermanisë, kush janë shty, kush ka lidhje më të mira me këto inteligjencat e tyne, me ambasadorët e tyne, jo më tha, ai ky tha, tash kjo është punë që kush e beson, e beson. Por na jemi njerëz normal. Menoj që në Kosova ka njerëz shumë të mirë, ka dhe politikanë të mirë dhe të arsyeshëm. Deputet janë ata që janë zgjedhur. Menoj që diskutimi i mbrëmshëm në parti duhet me ndodhë në gjitha partitë. Dialogu politik, kjo treza. Po, edhe mënyra e funksionimit gjithmonë nuk duhet me qenë me traditës së diktatorit, ose diktatoriale, por gjithmonë shumica që vendos për orientimet politike duhet të merret parasysh dhe kështu funksionon këtë botën demokratike. Nëse ka vullnet, ka president. Nëse nuk ka vullnet, shkojmë zgjedhje. Kjo është ajo që Kosovë ka menduar. Kjo është të thjeshtë. Zoti Aniti, kjo është të thjeshtë, sikur në një situatë. Sikur në një situatë. Ose ma mirë me hidrometeorologjike, nëse zbjeshin zendili, po në qoftë se ju tha që po shkojmë në zgjedhje. Në qoftë se Albini është interesuar me shku në zgjedhje, ai do ta çojë veprimin deri në atë mos sa do të fajsohen partitë opozitare që s'deshten, s'janë të interesuar me bë presidentin. Normalisht që edhe ne do ta bëjmë të njëjtën fushat të drejtuar kundër Albinit, por kujt i dhez më shumë, pastaj vendos populli.